Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, së bashku me ekspertë opozitës dhe me mbështetjen e fondacionit të CDU gjermane Konrad Adenauer, zhvilluan një takim ku shpalos programi i qeverisjes 2025-2029 për fuqizimin e grave dhe vajzave. Zoti Berisha uroi zonjat dhe zonjushat në ditën e nderimit të tyre, duke e cilësuar nënën shqiptare si burim të madhështisë kombëtare dhe si forcën kryesore të projektit Shqipëria Madhështore. Ai theksoi se sot gruaja shqiptare ndodhet në vitet më të vështira të saj. Kreu i Partisë Demokratike deklaroi se Edi Rama është kryeministri më mizogjen që ka njohur Evropa dhe se dhuna ndaj femrave u rrit me 50%. Shoqëria shqiptare dhe shoqëria njerëzore është pafundësisht e detyruar ndaj vajzave dhe grave, ndaj nënave dhe motrave. Sot ne mblidhemi në këtë ditë në një moment kur gruaja shqiptare ndodhet në vitet më të vështira ndër më të vështirat e saj. Çështja themelore vetë kuptohet është muri i patriarkisë. Muri i patriarkisë është një mur shekullor dhe e them dhe përsëris gjithnjë është dhunuesi kryesor i lirive dhe drejtave të njeriut në shoqëri njerëzore, në Shqipëri, po kudo në botë. Ndaj dhe betejë kundër këtij muri është parazgjithash betejë për emancipimin shoqëror dhe njerëzor. Ky mur ka konsoliduar pa barazi të mëdha. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, në një komunikim online me qytetarët, u ndal dhe në vendimin e qeverisë për bllokimin e TikTok, duke e cilësuar këtë si një akt intolerance ndaj mendimit ndryshe. Berisha e krahasoi këtë veprim me praktikat e regjimit të Enver Hoxhës. Me këtë akt censure të mbi 1 milion përdoruesve të TikTokut në Shqipëri, Edi Rama rrjeshton Shqipërinë me Afganistanin dhe Iranin. Ky akt censure është një akt i mirëfillt, fanatizmi, intolerance, frikë dhe tmerri nga mendimi i lirë dhe shprehja e tij.